Banorët e lagjës Zoteknik po vuajnë më shumë se kur mungesën e vëmendjes. Më shumë se 300 familje jo vetëm po përballen me mungesë të ujit të pishëm, por çdo ditë ata janë të detyruar të jetojnë në shoqërinë e ujrave të zeza, të cilat ndodhen plotësisht në sipërfaqe si rezultat i mungesës totale të kanalizimeve të tyre. As kena ujë pishëm, as kanalizime të ujrave të zeza, as bardha. Për mungesë nuk ka. Të fëmijët se shkojnë në shkollë, vinë se sajt era të peshin e vetë, se bëhet vetë. Me të kupë. Për mungesë ma nuk dim vetë ç'është. Pra kena shkuar te bashkia, s'na kanë pranuar, ai s'ka pranuar me fol, kryetari i bashkisë siç me ne. Gjendën nuk askush s'merret me ne, s'ka problem për ne hiç. S'disha me thonë, shumë më zorshme është jeta jonë. Ka ujësi se kanalizimit janë shumë keq. Ata nuk durohet hiç. Shumë gjë poshtër është për ne. Edhe për shëndetin tonë, edhe të fëmijëve tonë. Problem është se ujë të pishëm nuk ka. Në të janë sipër pa tuba, vetëm me shpime pim ujë, e të gjatë jetë. Si të vëgjën që është janë sipërfaqe, edhe era është shumë e ranë, te me zi kalën, dhe me zanë hundë. Erë e keqe që shkaktojnë ujrat e zeza ka sjellë jo pak shqetësime për banorët e kësaj lagje, e cila nga viti në vit po mbipopullohet. Veçherës, si pasojë e këtij kanali, banorët, por kryesisht fëmijët, rrezikojnë edhe nga epideminë, ndaj sipas tyre vetmja shpresë është Bashkia e Shkodër për t'i dhënë zgjidhje një herë mirë këtij problemi mjaft shqetësues për ta.